Çdo prind ëndërron të sjellë në jetë një fëmijë të shëndetshëm dhe ta shohë të rritet i lumtur, pa probleme shëndetësore. Por ndonjëherë jeta sjell sfida që nisin që në lindje ose që shfaqen gjatë fëmirisë. Anomali kongjinitale, infeksione të përsëritura, hernie, trauma apo smundje që kërkojnë ndryrje kirurgjikale, janë situata me të cilat përballen jo pak familje. Për fat të mirë, përparimet e jashtëzakonshme të mjekësisë kanë bërë të mundur që shumë prej këtyre problemeve të diagnostikohen herët dhe të trajtohen me sukses. I ftuar sotëm nga Rieti Medicana ka mbi 30 vite përvojë klinike, akademike dhe shkencore. Gjatë karrierës tij ka mbajtur pozicione të rëndësishme në disa nga spitalet dhe universitetet më prestigjioze të Turqisë, ndërsa që nga viti 2021 është pjesë e kirurgjisë pediatrike në Spitalin Medicana Atashehir. Është kënaqësi të mirëpres sot në studio profesor doktor Salih Somuncu. Mirë se erdhi doktor. Çok teşekkür ederim. Nazik davetiniz için de tekrar teşekkür ediyorum. Mirë se erdhi. Faleminderit Alketa. Ju kujtoj se në Instagramin tim, poshtë fotos me profesorin, mund të lini pyetjet tuaja për çdo shqetësim që lidhet me shëndetin e fëmijëve. Trajtohet një gamë shumë e gjerë patologjish, duke përfshirë urologjin pediatrike, kirurgjinë të sapolindurve, sëmundjet e aparatit tretës dhe atij respirator, kirurgjin onkologjike pediatrike, traumat, si dhe ndërhyrjet endoskopike. Alketa e dashur, së pari unë të falenderoj shumë që je nga ke sjellë profesorin dhe do doja që ta nisja nga ty. Cilat janë problemet shëndetësore më të komplikuara në cilat ndeshen pacientët e vegjël që vinë në klinikën tuaj? Faleminderit për ftesën. Ajo që ne shohim më shpesh janë problemet kongjinitale të lindura, janë fëmijët që kanë infeksioneve urinare dhe urinimit të pakontrolluar, kemi dhe raste goxha të shtuara për sa i përket problemeve të veshkave dhe gjithë pjesës dhe gamës së madhe të kirurgjisë së përgjithshme pediatrike të barkut. Ndërkohë do të pyesja pak profesorin, deri në çfarë mase mund të konsiderohet një urinim i pavullnetshëm tek fëmijët? Şimdi idrar kaçırmayı iki açıdan değerlendirmek lazım, gündüz ve gece. Atëherë duhet të ndajmë urinimin në dy klasifikime, urinimi i pavullnetshëm ditën dhe natën. Gece idrar kontrolü genelde çocuklarda, kızlarda biraz daha erken olur, erkeklerde biraz daha geç olur ama 4-4,5 yaşına kadar normal kabul ediyoruz. 5 yaşından sonra gece eğer idrar kaçırıyorsa bunu hastalık olarak kabul ediyoruz. Atëre, zakonisht vajzat janë pak më të zgjuara, pra e vetë kuptojnë veten dhe lën urinimin pak më vonë. Por nëse urinimi vazhdon të jetë pas moshës 4 apo 5 vjeç, atëre duhet të shqetësohemi, urinimi natën të mos e ngatrojmë, duhet të shqetësohemi se diçka nuk funksionon normal. Si trajton mjekësia këtë problem? Tabii öncelikle tanının konması lazım. Yani gündüz kaçağı da olsa, gece idrar kaçağı da olsa bunun sebebini araştıracak bazı rutin tetkiklerimiz var. Patjetër që ne duhet bëjmë disa egzaminime të detajuara, qoftë urinimi i pakontrolluar ditën apo natën, ne duhet bëjmë teste të gjejmë arsyen dhe më pas të zgjedhim rrugën e duhur për trajtim. Gündüz idrar kaçırmanın en sık sebebi aslında mesane disfonksiyonu. Ne demek bu? İdrar kesemizin tam dolamadan istemsiz kasılması ve buna bağlı idrar kaçırma. Ajo që ne hasim më shpesht është urinimi i ditën, pra disfunksioni i fshikëzës urinare, pra disfunksioni i muskujve të fshikëzës urinare, ku muskujt nuk funksionojnë siç duhet për t'u hapur dhe për t'u mbyllur fshikëza urinare dhe kemi urinim që ne quajmë në shqip i shpëtoj urina. Dolayısıyla bu disfonksiyonu düzeltmek için elimizde ilaçlar var. İlaç tedavisiyle bunun tedavisini gerçekleştirebiliyoruz. Por për fatin e mirë, ky lloj problemi në shumicën e rasteve ne e trajtojmë nëpërmjet medikamenteve dhe është kalimtar. Gece idrar kaçırmanın çoğu sebebi genetiktir. Yani aileseldir daha doğrusu. Bu çocukların annelerinde, babalarında, ailelerinde bu uzun süre mutlaka birilerinde vardır. Ama 5 yaşından sonra sosyal bir sorun olduğu için tedavi etmek gerekir. En sık sebebi de gece idrar miktarını azaltan bir hormon var beynimizde salgılanan, bunun miktarının az olmasından. Për sa i përket urinimit natën, zakonisht kjo është një farë mënyre dhe gjenetike, thot profesori, në familjen nga nëna ose nga babai do ketë një problem të tillë që quhen probleme të trashëguara dhe për këtë arsye ne zakonisht përdorim trajtimin hormonal. Pra, japim trajtimin me medikamente, pasi e kemi ekzaminuar rastin dhe është një gjë kalimtare. Bu hormon replasmanıyla da gece idrar kaçırmaların tedavisi mümkündür.
Dhe trajtimi me anë të hormoneve, trajtimit hormonal sigurisht që jep rikuperim dhe nuk kemi probleme me urinimin e pavullnetshëm natën. Unë do të kaloj në një problem tjetër. Jam kureshtar, sa i zakonshëm është fenomeni i testikujve të pasbritur tek bebet dhe është problem për zhvillimin më pas edhe si e zgjidhni ju? Evet. İmmemiş testis bizim çocuk cerrahisi pratiğinde önemli bir hastalığımız. Normalde sağlıklı erkek çocuklar, zamanında doğmuş erkek çocukların testislerinin torbada yani aşağıda olması gerekiyor. Atëre, pjesa që ne hasim, kjo është në fakt është një problem goxha i shpesh, që ne hasim mos zbritja e testikujve në zonën e duhur, në torbë që ne e quajmë. E thënë ndryshe do të thotë çdo fëmijë që lind duhet testikujt të zbresin në zonën e duhur, por kemi raste Normal zamanda doğan bebeklerde %1 ila 3, erken doğan bebeklerde de %4 ila 5 oranında inmemiş testisle karşılaşıyoruz. kemi një përqindje të përcaktuar përafërsisht për fëmijët që lindin normal në kohën e dur, pra në javët e dura kemi 1 deri në 3% dhe për fëmijët që lindin para kohe kemi një përqindje pak më të lartë e cila varion nga 3 deri në 4% e këtyre fëmijëve nuk bëjnë zbritjen natyrale të testikujve në zonën e duhur. Dhe ju si e bëni, çfarë bëni? Şimdi testisin dediğim gibi vücut dışında olması gerekiyor. Yumurtalığın erkek çocuklar için konuşuyorum. Eğer kasıkta ya da karın boşluğunda kalırsa bunun ileride kısırlık ve kanserleşme riski var. Atëre, kemi raste. Pra, ne duhet, siç e tham pak më përpara, duhet jetë testikuj duhet jetë në vendin e dur. Nëse mund të mbetin në pjesën e sipërme apo dhe në bark brenda, këto janë anomali që ne i hasim me testikujt e pasbritur që quhet. Eskiden şöyle bir inanış vardı. Bırakın iner zaten, acele etmeyelim gibi. Bu yanlış bir inanış. Artık 6. ayında eğer inmemişse ameliyat ediyoruz. 6 ile 9 ay Atëre, në arası. vitet e shkuara, siç e dim gjithmonë, prindrit, gjyshrit, stërgjyshit tanë thonin, lëre se do zbres vet. Ama është vërtet gabim. Nëse testikujt nuk zbresin deri në moshën 6 muajsh, atëre patjetër duhet të rishikohen për të krijuar zbritjen e tyre nëpërmjet operacionit. 12 ayı geçirmiyoruz. Yani 12 ay civarında 1 yaşında bu işi bitirmemiz gerekiyor. En Ajo son. që është në protokollin dhe e drejta në rrugën e mjekësisë është që testikujt në moshën 12 muajt duhet ta kenë kryer këtë operacion të zbresin që e ardhmja e fëmijëve të jetë normale. Kjo është edhe İleride mosha... torun sahibi olmak istiyorsak bu ameliyatı bir yaşını geçirmememiz lazım. Atëre, në qoftë se në të ardhmen duhet të mos kemi risqe të sterilitetit të fëmijëve në moshën 12 muaj, ky operacion duhet kryhet. Dhe bëhet ndërhyrja. E zgjidh ndërhyrja këtë problem? Yani %90-95 tek seans ameliyatla bu işi bitirebiliyoruz. Përqindja që ne kemi zakonisht është 95-99.5 të rasteve ne zgjidhim. Në shumicën e rasteve do të thosha zgjidhet me një operacion të vetëm. Bazen karın boşluğunda kalıyor, hiç kanala inmiyor. O zaman stage orşeopeksi dediğimiz 2 seanslı ameliyatta gerekebiliyor. Por, kemi raste kur kjo punë duhet bërë me 2 seanca për arsyen në qoftë se flasim për testikujt të mbetura në pjesën abdominale, ka raste të radha, por që duhet bërë me 2 seanca. Hatta ilk seansını laparoskopik olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Dhe mënyra që ne ja aplikojmë është forma laparoskopike shumë e thjeshtë. Tani kur bëhet fjala për fëmijë të vegjël, gjithmonë prindrit kanë pak merak fjalën kur dëgjojnë operacion. Si qetësoni ju ata, si bini? Yani benim iletişimim güçlüdür. Hem çocuk açısından hem de aile açısından. Sağlıklı bir şekilde yapılması gerekeni aileye anlatırsanız ve sizi anlayan bir çocuk da karşınızda varsa hastayı çok rahatlıkla ameliyata ikna Atëre, edersiniz. unë zakonisht në natyrën time individuale jam shumë bindës, por duke qenë se merrem me miqtë e vegjël, sigurisht dhe mënyrën e komunikimit e gjej të shpjeguar mbi baza, mbi literaturat mjekësore dhe sigurisht shpjegoj arsyen pse duhet ta bëjmë dhe nëse e lëm cilat janë efektet që do ndjekin gjatë jetës, dhe kjo është mënyra më e mirë dhe më e qartë për të bindur një prind që të operoj fëmijën. Ndërkohë një nga frikrat e tjera të prindit është anestezia. Si e trajtoni ju? Tek fëmijët gjithmonë flas. Şimdi tabii dünyada tıp geliştikçe anestezi de çok gelişti.
Dolayısıyla hele biz çocuk cerrahisinde anestezi ekibine çok ihtiyaç duyuyoruz. Şu an için anestezi ekibimiz son derece başarılı. Kullanılan ilaçlar çocuklara Atëre, uygun. për sa i përket pjesës anestezisë, vërtet është një gjë që ne kemi shumë me përkujdesje madhore kur bëhet fjala për fëmijët. Ekipi është tepër i specializuar. Ekipi anestezisë pediatrike është një ekip që merret që nga përdorimi i ilaçeve dhe medikamenteve janë specifikisht të përcaktuara për moshën, kilogramët dhe pjesën pediatrike, por sigurisht dhe eksperienca e një mjeku anestezist në grup që ne punojmë, kjo jep një garanci më të lartë dhe një përkujdesje më të përkushtuar në pediatri. Doktor, cilat janë sëmundjet më të zakonshme që i kapin fëmijët dhe që kanë nevojë për kirurgji endoskopike, në ndryshim nga kirurgjia e hapur e mëparshme? Yani şöyle, rutinde bizim poliklinik şartlarında bizim gördüğümüz en sık ameliyat yapma durumunda olduğumuz hastalıklardan birisi demin bahsettiğim inmemiş testis. Atëre, rastet më të shpeshta që ne kemi në poliklinikat tonë për sa i përket pjesës rastet më të shpeshta zën mos zbritja e testikujve në zonën e dur. Kjo është nga rastet më të shpeshta. Bir diğeri de inguinal hernia yani kasık fıtığı. Bu da Por çok sık kemi dhe karşılaştığımız. hernjen inguinale dhe e cila dhe ajo ka një nivel dhe le të themi një sasi të shumë. Çfarë është hernia inguinale? Inguinal hernia. Normalde erkekte de kızda da çocuklarda yumurtalıklar karın boşluğundadır. Doğuma yakın erkek çocuklarınki aşağıya torbaya iner ve kanal kapanır. Eğer o kanal kapanmazsa karın boşluğundaki organlar kanala doğru iler. Atëre, le të themi, në zonën e ndryshme, qoftë gjinia femërore, qoftë gjinia mashkullore, hernia inguinale është dalja e një pjese të zore, indidhiamore apo dhe vezore tek vajza në zonën abdominale ku le të themi në një farë mënyrë është një ind i dobët. Ajo quhet hernia inguinale. Erkek çocuklarda bu genelde bağırsaktır ve kanalda sıkışabilir, boğulabilir. O yüzden hemen acil cerrahi müdahale Në etmek rastin e hernies inguinale, kur bëhet fjala për fëmijët të gjinisë mashkullore, zakonisht del pjesa e zorrës. Kjo është një gjë emergjente dhe duhet kryer menjëherë operacioni sepse mund të ndodhë nekroza e zorrës ose mund të ndodhë edhe e thënë në gjuhën popullore mbytja e zorrës. Prandaj sa më shpejt është emergjente kirurgjia. Kız çocuklarda da yumurtalık girebilir bu kanala ve yumurtalığını kaybedebilir. O yüzden kasık fıtığında tanı koyduktan sonra çok kısa sürede ameliyat etmek Atëre, gerekir. nëse flasim për hernin inguinale të ndjes tek vajzat, zakonisht është pjesa e vezoreve e cila del jashtë në këtë hernin inguinale në pjesën midis rrëzës së kofshës dhe barkut dhe sigurisht ato dëmtohen dhe shpërbohen. Për këtë arsye, sa më shpejt operohet, aq më pak ulet risku që të dëmtohet vezorja që ka dalur për jashtë. Ju, doktor, jeni dhe një kirurg neonatal i specializuar dhe i jashtëzakonshëm. Në cilat raste ju bëni ndërhyrjet në bebet e sapo lindura? Neonati që i thonë. Pra kirurg neonatal, neonatit sapo lindur. Şimdi özellikle ileri düzey ultrason çok geliştiği için gebelik süresince biz birçok cerrahi, yeni doğan cerrahisi gereken hastalıkların tanısını anne karnında koyabiliyoruz. Atëre, duke qenë se teknologjia e imazherisë, siç është ekoja, ka arritur nivelet dhe egzaminimet 3D dhe shumë të larta, ne që në barkun e nënës vendosim diagnozën dhe le të themi në një farë mënyre çfarë risku e pret këtë fëmijë. Ve dolayısıyla tanı hazır olarak doğduğu için bu bebekler, örneğin yemek borusu gelişmeyen bir özofagus arterisi. Dhe zakonisht pjesa më e shpeshtë që ne hasim është ngjitja e rrugëve të frymarrjes me rrugën e ushqimit dhe këtë diagnozë ne vendosim që në barkun e nënës. Karın boşluğuyla toraks göğüs boşluğunu ayıran diyafragmanın gelişmemesiyle oluşan diyafragma hernisi. Rastet të tjera kemi dhe mos zhvillimin e diafragmës, pa pjesa që ndan pjesën e mushkës. Dhe në këto raste është emergjent, pra bëhet ekzaminimi që në barkun e nënës dhe ky është një nga rastet më të shpeshta që ne hasim. Yine doğumsal ince bağırsak ve kalın bağırsak atrezisi yani gelişmemesiyle ortaya çıkan hastalıklar. Por ka dhe raste të problemeve të zorrës që nuk janë ngjitur me njëra tjetrën ose nuk janë zhvilluar siç duhet. Bunların hepsini Dhe këto janë të gjitha raste emergjent. Bunların hepsini yeni doğan döneminde doğduktan sonra kısa bir sürede ameliyat ediyoruz ve çocuklar sağlığına kavuşuyor. Pra, këto janë disa nga operacionet që ne lindur apo pa lindur bebja jemi të detyruar sapo të mbledh veten, ta operojmë që fëmia të gëzojë shëndetin e plot. Do të kaloj pak në pyetjet e Instagramit dhe dikush thot kam fëmijën ka lindur me hipospadi. Hipospadia bir çocuğun dünyaya gelmiş. Dhe thot, deri në çfarë moshe mund të bëhet operacioni?
Bu zaten konuşacağımız sorulardan biriydi. Hipospadyas yarım sünnetli doğma demektir. Yani sünnet derisi özellikle penisin ön tarafında az gelişmiştir. Atëre, ne i quajmë në gjuhën mjekësore gjysmë syneti, që do të thotë pjesa e lindjes së këtyre fëmijëve në penis është urinimi nuk kryhet në majën e penisit, po në mes. Pra, kemi zhvillimin ose hapjen e një të çare, e cila urinimi del në mes të penisit. Bahsedildiği gibi idrar çıkış deliği penisin ucunda değil alt tarafındadır. Siç e shpjeguam edhe një herë, pra dalja e urinimit nuk bëhet në majën e penisit, po në mes. Ve peniste öne doğru eğrilik vardır. Por sigurisht edhe penisi në këto raste pëson një formë të harkuar. Pra, për arsye të smundjes pospadias, harku i tij dhe mos dalja urinimit në maj, po në mes është smundja pospadias. Bu deliğin uçtan aşağıya doğru olmasına göre bu hastalığın ciddiyeti artar. Uçtakiler daha hafiftir, altta olanlar daha ağırdır. Po sigurisht që kjo ka të bëjë me vendodhjen e kësaj vrime, sepse kjo vrima për daljen e urinimit mund të ndodhet në zona të ndryshme dhe në varësi të vendodhjes është edhe, le të themi, vështirësia për kryerjen e operacionit. Uçta ve ortada olanları genelde tek seans ama aşağıda derinde olanları ise 2 seansla ameliyat Dhe ediyoruz. këtu përcaktohet rrugtimi i operacionit të pacientëve. Nëse vrima ndodhet nga gjysma dhe në pjesën e majës, janë operacione që kryen me një seans. Në qoftë se le të themi kjo vrima për shkarkimin e urinës është nga gjysma dhe në pjesën e brendshme, do na duhen 2 seanca intervenimi për ta kthyer në normalitet. Një pyetje tjetër, doktor. Nëse një fëmijë ka infeksione urinare të përsëritura, por ekografia dhe analizat dalin normale, cili është algoritmi diagnostik më i avancuar për të mos humbur një patologji të fshehur? Buna geçmeden önce ameliyat yaşı hipospadyas için söyleyelim. Onu hasta sahibi sormuştu. Onun da maksimum 6 ile 9 ay civarında ameliyatlarına başlıyoruz hipospadyas için. Jo, Bir hocam, sorular për... Jo, İlk soru için. ilk soru. Profesori donte që të shtonte Të shtonte. diçka tek rasti Tonë Dhe Keni operacionet e soruya kësaj pospadias, hipospadias që ne e quajmë në gjuhën mjekësore, pra jo kalimi i urinës në zonën e duhur, janë operacione që kryen sa më herët të kryen, aq më mirë është, sepse mund të hapin rrugë për smundje dhe infeksione të tjera. Şimdi ikinci soruyu tekrarlayan idrar yolu Evet. enfeksiyonu sorusu için bir idrar yolu enfeksiyonu eğer tekrarlıyorsa idrar kanalında ve böbreklerde doğumsal bir anomali olabilir. Atëre, një nga arsyet që mua më shkon mendja nëse infeksionet janë të përsëritura, shpesh mund të jetë rrugët urinare me problem ose probleme të lindura në pjesën e sipërme. Ne olabilir? Kanalda darlıklar olabilir Mund të ketë ngushtim të kanalit urinar, ve buna bağlı böbrek genişlemesi olur. mund të ketë edhe problem, domethënë si pasojë nga ngushtimit të kanalit urinar mund të ketë dhe mos zhvillim normal i veshkave. İdrar kesesine gelen idrar yeniden böbreğe kaçabilir ki buna reflü hastalığı diyoruz. Sepse mund të ketë edhe refluks të pjesës urinës. Pra, në qoftë se kemi nga fshikza urinare deri në daljen e urinës, rrugën e kemi të bllokuar, atëherë çfarë ndodh? Urina rikthehet mbrapsht dhe shkon në veshka. Mund të jetë kjo arsye, mund të jenë shumë arsye, por që do ekzaminuar. Një vajzë 10 vjeçe ka lindur me hernie në bark. Operohet? 10 yaşında inguinal hernie için çok geç bir yaş. Biz inguinal hernieyi tanı koyar koymaz yeni doğan döneminde ya da ne zaman tanı koymuş Atëre, o 10 zaman vjeç yapıyoruz. është një moshë goxha e madhe për të mbajtur një hernie inguinale në bark. Neve sapo lind fëmia, pasi kemi bërë vizitën ekzaminuese, nëse rastisim që kemi një problem të tillë, duhet operuar menjëherë. Ndërkohë po kaloj në pyetjet e mia. Çfarë është refluksi urinar dhe sa i rrezikshëm është ai për të veçlit? Biraz önce de bahsettim. Normalde idrar böbrekte üretilir. Atëre, siç e thash edhe pak më përpara, infeksioni urinar është një problem që mund vi si shkak i veshkave apo i torbës. İdrar kanalıyla mesaneye yani idrar kesesine gelir. Mund të jetë arsye për funksionin e fshikzës urinare, mund vi nga fshikza Buradan da urinare. normal yolla dışarıya atılması gerekir. Por normalisht rruga urinare është e tillë, vjen urina plotësohet nga veshkat, del në torbën urinare dhe kalon nëpër kanal. Kjo është rruga normale që duhet kryej urinimi. İşte bu idrar kesesindeki, mesanedeki idrar tekrar böbreğe kaçarsa buna reflü hastalığı diyor. Por në qoftë se urinimi nuk ndjek rrugën natyrale, që do të thotë vjen në fshikzën urinare, nuk del nëpërmjet kanalit urinar, por i kthehet prapë në veshk, kjo quhet refluks urinar. Böbrekte kalıcı hasar oluşturur. Pyelonefrit Dhe dediğimiz. çfarë mund të ndodh? Mund të na krijojë probleme
të veshkave, në qoftë se nuk e korrigjojmë shpejt, patjetër që një nga problemet në refluksin urinar është dëmtimi i veshkave. İlerideki kronik böbrek yetmezliğinin de en önemli sebeplerinden birisi çocukluk çağındaki bu reflü hastalığıdır. Në vitet e ardhshme, pjesën më të madhe, problemet kronike me veshkat vinë si pasojë e mos trajtimit të refluksit urinar në fëmijëri. Pra është një problem goxha i madh. Fillon probleme me disfunksionin e veshkave. Evrelemesine göre de tıbbi ya da cerrahi olarak tedavi ediyoruz. Po sigurisht në bazë të ekzaminimit ne përcaktojmë a duhet jetë trajtim me medikamente refluksi urinar apo duhet jetë trajtim me kirurgji. Një nga pyetjet që kisha në Instagram dhe që do ta bëja edhe unë është që ka një vajzë të vogël që ka vazhdimisht dhimbje barku, i bën analizat dalin mirë. Në cilat raste dhimbjet e barkut nuk mund të jenë më diçka normale dhe kanë nevojë për të shkuar tek një kirurg. Evet. Çocuklarda karın ağrısı bizim çok sık karşılaştığımız bir durum. Dhimbja e barkut të bebet është një gjë që ne hasim shumë shpesh. Basit bir kabızlık, idrar yolu enfeksiyonu bir karın ağrısı yapabilir. Mund të jetë arsye, një kapëzllëk, mund të jetë një infeksion i thjesht urinar, janë shkaktar që mund të kemi dhimbje barku. Ama mesela bu karın ağrısı göbek çevresinde başlayıp sağ alt kadrana lokalize olmuşsa, Por në qoftë se ne do ta lokalizojmë dhimbjen, fillon në pjesën e kërthizës dhe kalon në pjesën e djathtë, akut apandisit gibi cerrahi bir sorunu mund kemi mutlaka frikë që düşünmek mund të gerekir. jetë shkak i një apandesiti kronik. Karın ağrısı şiddetli vurup geçen bir ağrı ise Në qoftë se është një dhimbje që jep dhimbje me spazma të fortma dhe kalon, ve sarı, safralı, yeşil kusuyorsa, dhe në qoftë se fëmia vjell shpesh ka një ngjyrë si të verdhë e vjella, büyük abdestini, büyük tuvaletini yapamıyorsa, në qoftë se jashtëqitjen e ka të pamundur, pra ka raste kur e ka të bllokuar, bu ince bağırsak ya da kalın bağırsak seviyesinde bir tıkanıklığı düşündürür. mund të mendohet që kemi bllokim të zorrve dhe mund të shikohet për të detajuar arsyen. Pra, Bu da acil cerrahi gerektiren bir durumdur. sepse në këto raste kur dhimbja është e vazhdueshme, mund të jetë për arsye të mos jashtëqitjes, mund të ketë një bllokim të zorrës, në këto raste duhet bërë ekzaminimi tek specialisti për të përcaktuar problemin dhe mund të jetë për kirurgji apo për trajtim. Në cilat raste prindrit gabojnë dhe pastaj kur vinë tek ju thoni, për çfarë? Yani şöyle, ev içi kazalarda eğer sormak istediğiniz o soru ise çok dikkatli olmak gerekir. Tam soruyu hangi maksatla olduğunu anlayamadım. Hocam, yani siz bir çocuk geldiği zaman da ve siz dersin keşke daha önce gelseyden. Hangi hastalıktan karşı karşıya geliyor? Çünkü insanlar doktor olmadığı için tespit etmezler. Yani şöyle tabii bir kere çocuk aile için çok kıymetli olduğu için hastalığı çocuğuna çok yakıştıramıyor. Një nga gabimet më të mëdha që bëjnë prindrit, duke qenë se fëmia është gjëja më e dashur në shtëpi, ata nuk pranojnë mos pranimi i faktit që fëmia është i smur. Pra askush nuk thotë që fëmia im është i smur. Kjo është një nga gabimet më të mëdha që ne Biz bëjmë. de bunların büyük bir kısmını cerrah olduğumuz için, ameliyatla tedavi ettiğimiz için bunları çok net bir dille, kesin ama sempatik bir kanalla aileye ifade etmemiz gerekir. Dhe ajo që unë këshilloj të gjithë teleshikuesit të jenë të kujdesshëm në rastin e fëmijëve, një dhimbje që për të mund duket bazike ose mund të mos e pranojmë që fëmia e ka, mund të jetë e kushtueshme për jetën e tij. Ndaj ne mundohemi në formën simpatike të ja shpjegojmë çdo prindi. Şimdi bir çocuk cerrahı olarak ben sıfırdan 18 yaşa kadar olan tüm çocukların neredeyse birçok cerrahi problemlerini çözen bir branşım. Unë duke qenë se jam një kirurg i pediatrisë që merrem me fëmijët nga 0.5 vjeç deri në moshën 18 vjeç, ajo që dua të them, Dolayısıyla benim yaptığım ameliyatın iyiliğini ve kötülüğünü o çocuk ölene kadar bir ömür boyu yaşıyor. por këtu kam dhe një përgjegjësi mbi vete që duhet ta shpjegoj, sepse ajo operacionin që bëj unë 0 deri në 18 vjeç do ta ndjek këtë fëmijë gjatë gjithë jetës. Ndaj duhet jemi dhe ne si prindër të kujdesshëm dhe ne si kirurg shumë të kujdesshëm. Dolayısıyla ben işimi çok iyi yapmalıyım ki o çocuk bütün ömrünü sağlıklı bir şekilde Dhe kjo më sürdürmeli. bën mua më ndërgjegjëson në veten time që operacionin që unë bëj ta bëj në formën më të shkëlqyer sepse atë fëmijë do ta ndjek gjithë jetën. Ky operacionin që unë kam bërë do të jetë siguria e jetës së tij në të ardhmen. Pyetja e zakonshme për ty është gjithmonë, nesër e kemi disponibil doktorin për Patjetër takimin? nesër do ta kemi disponibil doktorin në klinik nga ora 9 deri në orën 5 tek rruga e Kosovarëve tek klinika Medicana që do jetë edhe këtë muaj, se muajin e ardhshëm në shtator dhe mbrapa do të jemi për Balltegut. Dua t'ja vërtet? them patjetër, dua t'ja them teleshikuesve. Ajo që unë dua të shtoj, doktori merret edhe me përcaktimin, bën një operacion shumë kompleks dhe në multidisiplinar, është zoti Ardit përcaktimi dhe kthimi i gjinisë. Ka fëmijë që Kthimi i lindin. gjinisë? Po, ka fëmijë që lindin
as gjinia mashkullore, as gjinia femërore, që do të thotë, kemi vezoret në bark, dhe në organin gjenetal kemi pipin, e thënë në fjalë të kuptueshme. Atëherë, çfarë bëhet në këto raste? Bëhet testimi i kromozomeve, bëhet testimi hormonal, mlidhet komisioni multidisiplinar i mjekëve endokrinolog, mjek pediatër, të cilët përcaktojnë çfarë do të bëhet me këtë fëmijë? A do të mbetet i gjinisë femërore pas ekzaminimit të detajuar të gjitha këtyre gjërave që thanë, bën dhe korrigjimin që është ndër të paktët mjek në Evropë që bën korrigjimin e fëmijëve për tu saktësuar në atë gjini, e thënë në gjuhën e tyre, është atë që i ka falur Zoti. Pra, le të përcaktohet ekzaminohet me detaje se kujt gjinie i përket dhe të korrigjohen anomalit e organeve gjenetale. Këto janë të rralla. Këto janë shumë të rralla, por sigurisht janë dhe më të rrallë mjekët që i bëjnë, sepse komisioni i profesorit dhe mjekët që marrin pjesë në këtë komisionin multidisiplinar, pra shpreha parsore e tij është, mos e keq kuptojmë, të kthejmë fëmijën në atë rrugë që Zoti e ka dhënë. Pra, nëse është femër, ka organet në bark, ka vezoret, ka mitrën dhe ka një anomali në lindjen në organin gjenetal, sigurisht korrigjohet kjo anomali. Nëse fëmia nuk ka asnjë organ të gjinisë femërore në bark, sigurisht që ai fëmijë është mashkull, por është një anomali e lindur. Dhe këto raste i presim nesër. Po, nuk besoj që do ketë një prind nesër, po cilët prindër duhet vinë nesër për profesor? Atëre, prindrit që duhet vinë nesër janë problemet kongenitale, që janë refluksi urinar, urinimi i shpesht, problemet me kapsllëkun, problemet me atë që profesori tha, jo vendosjen të daljes urinare në pjesën e penisit, po spadian që ne i quajmë në mes, janë të gjitha këto departamente që ne folëm, ju mirëpresim nesër për një konsult falas me profesorin për të marrë një opinion për të vegjëlit tuaj. Si gjithmonë do të flasim pak për ofertat tuaja, cilat janë? Para se të them oferta, do të shtonja dhe rastet tumorale që janë për fatin e keq të pakta, shqyr Zotit, nuk janë të shpeshta, por dhe pra sa janë, kush ka probleme me kancerin e veshkave, me tumorin e mëlçisë, me metastazat të ndryshme tek fëmijët, profesori është në fushën e tij që merret. Ofertat që ne nesër kemi PET skanerin 750 euro, kemi edhe testet e ndryshme të markeva tumoral. Ju mirëpresim nesër në klinikën Medicana Tiranë tek rruga e Kosovarëve. Si mbështes një familje që nga konsulta e parë deri në fund sa mbaron operacioni? Po, rastet që vinë me fëmijë të vegjël janë pak më të vështira, zoti Ardit, se sa rastet për të rritur, kjo është një gjë që dihet tashmë, por përkujdesja jonë është e dyfishuar duke patur parasysh që ekipet multidisiplinare bëjnë vlerësimin e saktë. Pra, para se çdo fëmijë të nënshtrohet një intervenimi, duhet të kalojë nga komisioni multidisiplinar të përcaktohet cila është saktësisht dhe nëse është ky operacion për të kryer, qoftë operacioni i tumorit në veshka, qoftë korrigjimi i veshkave, qoftë çdo operacion tjetër, duhet kalojë nga komisioni multidisiplinar pediatrik. Kjo është gjëja më e çmuar që mund t'i ofrojmë të vlegjëlve tanë. Unë ju falenderoj shumë dhe doktor, kur bëhet fjalë për fëmijët e vegjël, ne jemi shumë sensitiv të gjithë, për çdo njëri nga ne, po tek fëmijët nuk durojmë dot. Kështu që lavdi Zotit që ekzistoni. Faleminderit Alkeda, faleminderit doktor.